E brendshme ka nisur hetim ndaj sigurimit të kuvendit për shkak të mosbindjes së urdhrave të kryeparlamentarit Ala Xhaferi. Kontrolli i brendshëm pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme po përgatit raport që do të publikohet ditëve në vijim. Ministria e Punëve të Brendshme ka nisur të hetojë rastin e sigurimit të brendshëm të kuvendit të cilët nuk dëgjuan urdhrat e kryetarit të parlamentit Ala Xhaferi për të larguar nga foltorja deputetin e VMRO DPMNE-s Vladimir Gjoqev, i cili po pengonte rrjedhën normale të seancës dhe nuk respektoi vendosjen e rendit nga kreu i kuvendit Xhaferi. Nga Ministria e Punëve të Brendshme me shkrim u përgjigjen sot për televizioni Shenja se sektori për kontrollin e brendshëm vetëm se ka filluar të hetojë rastin. Kontrolli i brendshëm pranë MVB se heton rastin dhe për një kohë shumë të shkurtër do të përgatisë raport. Sa të jetë gati raporti, menjëherë do ta njoftojmë opinionin për detajet. Jo zyrtarisht, televizioni Shenja mëson se përfaqësuesit e sektorit për kontroll të brendshëm pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë marrë në pyetje edhe përfaqësues të sigurimit të kuvendit. Burimet thonë se raporti nga hetimet e rastit pritet të dalë nesër, por edhe nëse nuk arrihet për ditën e nesërme, ajo do të jetë publike shumë shpejt. Nga kabineti i kryetarit të kuvendit Ala Xhaferi thanë se në bazë të rregullores për punën e kuvendit, kryetari nuk mund të marrë masa ndaj sigurimit të kuvendit, sepse sigurimi i brendshëm i kuvendit është nën kompetenca të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga kabineti i kryeparlamentarit Xhaferi dje potencuan nenet 90, 91, 92, 93 dhe 94 të rregullores të kuvendit, përmes të cilave kryetari i kuvendit mund të marrë masa vetëm për të marrë fjalën deputetit i cili shkel rregulloren e kuvendit, përdor fjalor jo përkatës, flet jashtë temës së diskutimit, prish rendin e ditës dhe të tjera.